في المؤمنين الصادقين رجال. Vazhdoj me pyetjet të cilat kanë arritur. Thot selam aleikum, hoxha, Allahu ju shpërblet për punën që jeni duke bërë. Kisha një pyetje. A lejohet dhënia e dorë e djalit të tezës i cili është marr birshpirti, që është adoptu? Kuptohet se nuk ka thith gjinjë të tezje. Normal se nuk lejohet. Për shkak se kjo motër ndoshta mendon se djali i tezës lejohet të përshëndetet për dorë. Djali i tezës është i huaj. Djali i tezës nuk lejohet të përshëndetet për dorë. Qoftë edhe biri i saj. Ndërsa sa i përket djalit i cili ka marrë për birshpirti së pari, duhet të cekmi të theksojmë se kjo është njëra nga mëkatet të mëdha. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ata që morin birshpirti, pra adoptojnë fëmijë që nuk janë të tyre, kanë bërë një mëkat të madh dhe nuk kanë për ta nohat erën në xhenetit. Kjo është prej mëkateve të mëdha. Për shkakse i ban krijesat e Allahut të jenë më bujar se Allahu. Allahu s'të ka dhënë fëmijë me hikmet dhe urtësi. Si ke mundësi që a imponojsh Allahut azza wa jall që të kesh fëmijë? Apo do kush të jetë të shprehet më bujar se Allahu, pra ai dhe ai që jep fëmijën dhe ai që adopton janë në nënkërcënimin e Allahut azza wa jall. Pra ky fëmijë nuk konsiderohet normal se biri djali i tezës. Po edhe nëse të jetë djali i tezës, thash nuk lejohet të përshëndetet për dorë për shkak se djali i tezës është njeri i huaj apo nuk është prej atyre që konsiderohet mahram të ndaluar martesën. Allahu azza wa jall më mirë din.